Me ndeshjet e ditës së tretë është mbyllur kampionati i futbollit në rër Beach Soccer Velipoj 2026. 8 ekipet pjesëmarrëse janë ndeshur gjatë 2 ditëve të para në ndeshjet eliminatore, ndërkohë që dita e tretë kishte rezervuar 3 takime interesante. Fillimisht janë zhvilluar 2 ndeshje gjysmëfinale, të cilat nxorën fituese ekipet e futbollit Shkodra si dhe Velipoja V, ekipe këto që më pas zhvilluan ndeshjen finale. E gjykuar nga dyshja e arbitrave Agron Kastrati dhe Jetmir Podgorica. Finalja u shoqërua me një luftë shumë të fortë sportive. 0-0 mbyllet pjesa e parë dhe po 0-0 vazhdon të jetë në fuqi rezultati deri në 5 minutën e fundit. Atëherë kur u mendua se ekipi fitues do të përcaktojë përmes gjuajtjeve të penalltive, vijnë 2 golat e skuadrës velipojake të drejtuar nga trajneri Besnik Ndoj. Fillimisht Vildan Kaçubela, që shënon golin e avantazhit dhe në sekondat e fundit në skenë del një gjuajtje spektakel nga porta në portë e portierit të Velipojës Eli Dervishaj, që vulos rezultatin 2-0 në favor të Velipoja V, që shpallet kampione për herë të dytë radhazi në kampionatin e futbollit në rër Beach Soccer Velipoj 2026. Në ceremoninë e mbylljes së kampionatit, specialisti i sportit në Bashkinë Shkodër Alban Hasani fillimisht i dorëzoi ekipit klubit futbollit Shkodra medalje dhe kupën e nënkampionit, ndërkohë që më pas nderoi në trofeun e ekipit kampion ekipin Velipoja V, si dhe me 2 kupa personale golashënuesin më të mirë Vildan Kaçubela si dhe lojtarin më të mirë. Më duk se ishte hera parë se shkelin në fush bashkë me ekipin. Po e vërtet, edicioni 2 që bëhet, edhe hera 2 që dalim kampion. Dominum në çdo aspekt, po e rëndësishme është se shkoi gjithçka shumë mirë, shumë fair play. I falenderoj të 2 ekipet dhe të 8 ekipet pjesëmarrës që treguan kulturë, respekt, konkurrencë, fair play. Falenderoj ekipin kundërshtar se na dhuroi spektakël me drejtuesit e tyre, me një staf të mrekullueshëm. Bravo meritat pa me KF Shkodrës. Velipoja në një moment do të bëhet me ekip. Edhe do të jetë një projekt shumë i mirë. Këtë nuk mund ta konfirmoj sepse kam 2 çunat që janë në momentet më të mira të karrierës tyne, janë hapat kryesore që do t'i kryjmë, pastaj do kthehem me ndihmën e Zotit, kur të sistemojnë çunat do rikthehem prapë, edhe të kontriboj e të vazhdoj për ekipin e Velipojës, e theksoj.